Doja thoja të nderuar deputet, ishte Partia Socialiste ajo që ideoi dhe mbështeti vënien e një jetë të reformës në drejtësi. Qytetarët e dinë shumë mirë se kush e kundërshton me çdo mjet dhe mënyrë. Është Partia Socialiste dhe kjo qeveri që është e vendosur të mbështesë me çdo kusht konsolidimin e saj. Shqiptarët e dinë shumë mirë se kush kërkon asgjësimin e spakut. Çdo ditë ne punojmë për forcimin e standardeve dhe institucioneve të drejtësisë, sipas praktikave më të mira evropiane, duke përfshirë rishikimin e kodit penal dhe rishikimin e kodit të procedurës penale. Shqiptarët e shohin çdo javë se si të hënave shënjëstrohen me emër dhe mbiemër prokuroret e SPAK dhe ngryset java me euforinë e mirë kur subjektët e hetimit janë kundërshtarët politikë. Ne flasim për standarde, ju flisni për kallëzime dhe të pandehur, edhe pse ata e keni në ballin tuaj. Ju mund të sillni sikur parime themelore kushtetuese nuk ekzistojnë, por ju e dini mjaft mirë për 4 legjislatura tashmë se rotacioni politik vendoset me verdiktin popullor në kutitë e votimit dhe jo me vendime gjykatash. Shumë faleminderit.